Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, por këtë herë për të bërë një nisëm pak më ndryshe. Nga puna që unë bëj, marr mesazhe të ndryshme, marr komplimente të ndryshme, por ka edhe njerëz që pasionohen dhe realisht unë nuk dua të jem kur koklart, nuk dua të jem kur një mendje madh të bëj këtë punën. Unë mendoj se secili njeri në profesionin e tij është mbreti vetes së tij. Dhe pikërisht, para se të filloj të komentoj për Gjestin, jo më kot në këtë video vendosa, sepse kjo familje është fan si zjarrt i Gjestit. Kanë çuar gjithë ato drona për Gjestin brenda në Big Brother. Bëhet fjalë për familjen Ajeti në Londër, të cilët më duan kaq shumë, më ndjekin familjarisht. I falenderoj pafund. U jam mirënjohës pafund. U premtoj që do vi në Londër, do bëjmë një emision të bukur në shtëpinë tuaj, sepse di që jeni njerëz që keni nisur nga zero dhe me shumë punë, keni arritur të realizoni një jetë goxha të mirë, por duke mos lënë anash edhe njerëzit të cilët vërtet kanë nevojë, dhe zemërgjërsia juaj, shpirtmadhësia juaj, veprat e juaja e bën Zoti që ju të lidheni me njerëz që i keni në zemër dhe sot të dëgjoni për veten tuaj po nga ekrani televiziv. Unë ju falenderoj nga Maqedonia me zemër dhe uroj që gjithmonë të jeni zemër çiltërt, zemër bardh, se sa më shumë zemër hapur që jemi, aq më shumë të mira na sjellën Zoti. Faleminderit shumë. Tani do kalojmë tek Gjesti. Gjesti sonte në orën 18 do të publikon këngën e tij të radhës. Veshu e Nrequ, një këngë që fatmirësisht është bërë hit akoma pa dalur në YouTube, akoma pa dalur në skenën muzikore, akoma pa ardhur, do me thënë vetëm një pjesë e vogël që ishte as 25 sekondçe, u bë virale në për të gjitha rrjetet sociale. Veshu e Nrequ, quhet hiti i radhës, i cili do del në YouTube sonte, për herë të parë pas përfundimit të Big Brotherit nga fenomeni më i dashur i kohës, Gjesti. Pas shumë pritjesh, aludimesh dhe spekulimesh në rrjetet sociale, më në fund vjen lajmi që fansat kanë pritur me padurim. Gjesti do të publikoj këngën e tij më të re, Veshu e Nrequ, sonte në orën 18. Një projekt që sipas burimeve të brendshme dhe atmosferës së krijuar online, nuk është thjesht një këngë, është një shpërthim emocionesh, ngjyrash dhe dashurie. Që prej ditës së parë që Gjesti zbuloi thopëza nga ky projekt, kur eshtja e publikut vetëm sa është rritur, pavarësisht mungesës së informacionit zyrtar dhe ruajtjes së një diskrecioni të admirueshëm nga ekipi i tij. Disa thashe teme kanë dalë në dritë, thuhet se gjatë xhirimeve Egli, e cila është komentuar shpesh si muza apo bashkëpunëtorja më e afërt e Gjestit, ka qenë prezente. Megjithatë, asnjë fotografi nuk e vërteton këtë. Çka e bën dhe më intriguese historinë për fansa që kërkojnë sinjale të fshehta në çdo detaj të klipit. Veshu e Nrequ është një manifestim i ngjyrave dhe dashurisë. Besoj që klipin e keni parë, unë e zbulova, gazetari parë, realisht jam që e zbulova falëndimës të gjithë ju shqiptarëve se ku Gjesti ka xhiruar, në cilin vend Gjesti ka regjistruar këtë videoklip. Do me thënë bëhet fjalë për një muze shumë të dashur në Austri. Shqiptarët të cilët jetojnë në Vjenë të Austrisë e din shumë bukur se për kë muze bëhet fjalë. Një pjesë e klipit është e xhiruar në atë muze, ndërsa një pjesë e klipit është e xhiruar në një shtëpi privat, në të cilën Gjesti ka luajtur skena interesante dhe mënyrën se si Gjesti e ka bërë këngën të jetë pak më e bukur. Ju e keni parë që edhe vajza e cila është protagoniste në klipin e Gjestit është e tëra me ngjyra, do me thënë Gjesti ka dhënë botën e këngës, ka dhënë artin e bukur, ka dhënë pasionin e bukur dhe kjo në fakt e bën situatën të jetë edhe më interesante. TikToku po zien. Shumë krijues, përmbajtje dhe influencer janë përgatitur për të publikuar video të tyre të sinkronizuara me ritmin dhe tekstin e këngës Veshu e Nrequ.
Pritet që me njëherë pas publikimit kënga të bëhet audio virale, e përdorur për sfida, video emocionale dhe trende të reja që do të pushtojnë rrjetet sociale. Me patjetër që kënga e Gjestit sonte do të ketë një tjetër pritje, sepse unë e di që të gjithë shqiptarët janë kureshtar të shohin se për çfarë bëhet fjalë. Gjesti aty ka përdorur disa çokolada, ca gjona kështu dhe jo më kot. Kënga lançohet pikërisht një ditë para intervistës të Eglit në Goca dhe Gra. Jam shumë i bindur që shumë goca, shumë bukuroshe, shumë vajza të ëmbla do të bëjnë video me këtë bukurinë e këtij Gjestit edhe do të shijojnë pafund këtë këngën, sepse është këngë e cila më së shumti gocat i fut në adrenalin. Të gjithë syt janë tek YouTube dhe platformat muzikore bazuar në interesin paraprak dhe bujen që ka krijuar ky projekt në rrjete. Parashikoj që kënga të arrijë 1 milion klikime brenda 24 orëve të para. Ky do të ishte një tjetër sukses i madh në karrierën e Gjestit dhe një dëshmi e lidhjes së tij të fortë me publikun. Megjithatë nuk e diskutoj, me thënë të drejtën, që kënga do të jetë klikuar 1 milion klikime akoma pa filluar, për këtë jam shumë i bindur. Shqiptarët e duan pafund Gjestin, shqiptarët e admirojnë dhe e kanë shumë në zemër. Në orën 18 pritet të shpërthejë një stuhi klikimesh edhe komentesh. Fansat, ndjekësit e muzikës urbane, dashamirët e artit dhe romantikët do të ketë mundësinë të shohin dhe të dëgjojnë një kryevepër, po ashtu më në fund do të zbulohet edhe vendi misterios i xhirimit, që ka ngjallur kurreshtjen e të gjithëve. Do të shihet gjithashtu nëse Egli do të jetë pjesë e këtij videoklipi duke e postuar në Reels, po këto nuk e presun, sepse unë e di që do të ruajnë këtë sekretin. Dhe pritet akoma me shumë magjepës. Mos ta humbim sot orën 18 në një orë që do të shënoj një kapitull të ri në muzikën e Gjestit. Veshu e Nreçu nuk është thjesht një këngë, është një përjetim, një mesazh, një ngjyrë që nuk fshihet fare. Kjo këngë që nga titulli Veshu e Nreçu sjell një metaforë të fuqishme, veshja me ndjenja, me kujtime, me plak që kthehen në forcë, me ngjyra që lindin nga errësira. Gjesti me stilin e tij të veçantë nuk i këndon thjesht dashurisë si ndjenjë, por si gjendje jetësore, si një mënyrë për t'i dhënë kuptim emocioneve që shpesh nuk guxojmë t'i themi me zë. Kjo është arsyeja pse shumë të rinj ndjejnë veten të përfaqësuar në muzikën e tij, sepse ai thot ato që i ndjen, por nuk din se si ta shprehin. Muzika dhe produksioni janë punuar me kujdes të jashtëzakonshëm, me elemente modern të përzyer me motive të thella shpirtërore. Bashkëpunëtorët më të afërt të Gjestit kanë qëndruar diskret, por nga ajo që dihet ky projekt është punuar për muaj me radhë në kushte profesionale dhe me përkushtim maksimal. Çdo detaj, nga tekstura e dritës në klip deri tek tonaliteti i zërit të tij, është menduar për të goditur direkt në zemrën e dëgjuesit. Pavarësisht famës edhe vëmendjes mediatike, Gjesti ka mbetur i përulur dhe i përkushtuar ndaj artit të tij. Ai nuk ndjek formula të zakonshme, por ndjek zemrën, dhe kjo është pikërisht arsyeja pse çdo projekt i tij pretendohet jo vetëm si sukses muzikor, por si një moment kulture urbane që lë gjurmë në memorien kolektive të një brezi. Veshu e Nreçu nuk është një eksperiment, është një dëshmi se muzika e ndjer është ende gjallë dhe triumfon. Duke parë pritshmëritë dhe atmosferën që është krijuar rreth kësaj kënge, është e qartë se kjo mbrëmje nuk do të jetë thjesht një publikim i zakonshëm, do të jetë një festë virtuale, një shpërthim ndjenjash, një trend i ri që nis pikërisht në orën 18 për të gjithë ata që duan të ndihen, të përjetojnë dhe të rikthejnë besimin se arti mund të na prek thellë. Kjo është këngë, kjo kënga është për të gjithë ju. Veshu e Nreçu sonte në orën 18.